njerëzit më të mirë në histori ishin ata që jetuan me profetin a.s. Pastaj ata që erdhën pas tij e pastaj ata që i pasuan. Por çfarë i bëri ata kaq të veçantë? Ata nuk ishin thjesht njerëz të zakonshëm. Jo, ata ishin njerëz që jetonin për një qëllim. Njerëz që e donin vërtetën më shumë se veten, që e donin Allahun më shumë se gjithçka tjetër. Ata lanë shtëpitë, lanë pasurinë, familjen, jo sepse nuk i donin, por sepse donin diçka më të madhe. Dhe me këtë arritën atë që nuk mund ta imagjinonte askush. Brenda pak dekadash, mesazhi i tyre arriti në të 4 anët e botës, jo me pasuri, as me teknologji, por me besim, me zemër që njihte frikën e Zotit. Ata nuk pyetën pse unë, ata thanë çfarë mund të bëj më shumë. Sepse ata jetonin për të dhënë, jo për të marrë. Por më pas diçka ndryshoi, apo gjithçka. Këtë nuk mund ta dim me saktësi. Por ajo që dim është se në zemrat tona hyri frika. Hyri dashuria për këtë botë dhe harruam qëllimin. Dhe kur humb qëllimin, humb dhe forcën. Po sot ne duam rezultatet e tyre, por jo sakrificën e tyre. Duam derin, por jo rrugën që të çon tek ai. E vërteta është kjo, ata u ngritën sepse jetonin për Allahun, e ndërsa ne u dobësuam sepse jetojmë për veten tonë. Por shpresa ekziston, sepse rruga është e njëjtë. Madhështia nuk është histori, është zgjedhje, dhe ajo zgjedhje fillon me ty.